Në dialogun e Providencës hyjnore, Shën Katerina e Sienës përshkruan mënyrën se si Zoti e formon një shpirt që dëshiron të bashkohet plotësisht me të. Ajo tregon se dashuria e hyjit nuk shfaqet vetëm në paqe dhe ngushëllim, por edhe në sprova, heshtje dhe pastrim të brendshëm. Bija ime dashur, thot Zoti në dialog, unë i lejoj sprovat që shpirti të njoh vetveten dhe të njoh mirësinë time, sepse kur njeriu jeton vetëm në rehati shpirtërore, ai mund të mendoj se është i fortë vetvetiu, por kur vijnë errësira, tundimet dhe lodhja e zemrës, shpirti kupton se pa hyj nuk mund të bëjë asgjë. Shën Katerina thot se Zoti ndonjëherë të rishet në heshtje, jo sepse largohet me të vërtet, por që shpirti ta kërkoj me më shumë etje. Ashtu si një nën që i mëson fëmijës të ecë, Zoti lejon që shpirti të ecë në besim dhe jo vetëm në ndjenja. Ka çaste kur lutja duket e thatë, fjalët bëhen të rënda, zemra ndihet bosh, por pikërisht në ato momente lind dashuria më e pastër, sepse dashuria e vërtet nuk është vetëm të ndihesh praninë e Zotit, por të vazhdosh ta duash atë edhe kur gjithçka duket në heshtje. Në dialog Zoti i thot Katerinës: unë e sprovoj shpirtin me durim, që ai të arrijë virtytin. Durimi sipas saj është prova e dashurisë së vërtet. Një shpirt që vazhdon të falë kur plagoset, që vazhdon të lutet kur është i lodhur, dhe që vazhdon të besoj kur nuk kupton rrugën e Zotit, është një shpirt që po pi nga kupa e Krishtit. Shën Katerina flet shumë për qelinë e vetnjohjes. Ajo thot se njeriu duhet të hyjë brenda vetes dhe të shohë dobësinë e tij, sepse aty ku njeriu sheh varfërinë e vet, fillon të zbuloj pafundësinë e mëshirës së hyjit. Shpirti, thot ajo, që një veten dhe një hyjin, ndizet në zjarrin e dashurisë, por ky zjarr kalon përmes kryqit. Sa më afër Krishtit afrohet një shpirt, aq më shumë do të marrë pjesë në vuajtjen e tij, jo si ndëshkim, por si pastrim dhe bashkim. Zoti në dialog thot: nuk ka virtyt pa provë, sepse vetëm në stuhi shihet nëse besimi është i vërtet. Vetëm në errësirë provohet besnikëria e shpirtit. Dhe kur shpirti nuk largohet, kur vazhdon ta kërkoj Zotin mes lotëve dhe heshtjes, atëherë zemra bëhet e përullur, e butë dhe mbushur me paqe qellore. Në fund Shën Katerina na mëson se sprovat nuk janë shenjë braktisjeje. Ato janë shpesh shenja që Zoti po e tërheq shpirtin më afër zemrës së tij, sepse ari pastrohet me zjarr, dhe shpirti pastrohet në dashurinë që di të vuajë me besim.